Unë e përjetova qenunit nanë. Fare për mu s'ka pas rëndësi 10 me i pas lind, kur se kisha ndru. Jo ndru, po se kisha pas atë gzim. Na ngjalli shpin, u bon një djallë 2 metra. Mbas lufte, viti 2003, nanat provat atë ceki se kem pas edhe një organizat shoqat të grave, Forumi Demokratik i Gruas, për një 20 vite kemi qenë një 15 veta. Edhe merdhen për ngushëllime të nanat që punonin me to me gra. Atëherë pas lufta secila i tregonte tmerret e luftës. Ta thonë të drejten, aty për aty vetit i thojsha po, unë e ndryshe, veç një, veç ma vonë, i kom thonë vetit, jo, dhimbjen duhet me përballu, po në një mënyrë të punu me veten tënde. Unë kështu e kom marrë, unë e përjetova qenunit nanë. Fare për mu s'ka pas rëndësi 10 me i pas lind, kur se kisha ndru. Jo ndru, po se kisha pas atë gzim. Na ngjalli shpin, u bon një djallë 2 metra. Ka qenë një, tash është mbare, unë është me fol një fëmi bukurosh, inteligent, filloj shkollën e artit, shkollën e mesme, në vitin e 2. E la. Po kretat dashni, kret, ja kom plëtsu se çdo nanë, çdo dëshirë. Edhe voziti, makinën, kret paktine zbabit, po nana si nanë, mos shko larg, jo të lutem nanë, veç një gjiro se që tash ta kthej. Donte mu rrit para kohë, donte gjitha, sikur ta dinte që don me i lënë në gjys. Po, të është kjo, jeta është sfidë, duhesh me sfidu, duhesh me luftu. Kam pas miqe njerëze, të afërmit, vllaznit, nipat, që me të vërtet nuk mund të them ma zavensojnë plotësisht atë mungesë. Më respektojnë, më ndojnë. Ajo vazhdoi të buzëqesh, të punoj dhe të jetoj me një vullnet të jashtëzakonshëm për gjithë ata nxënës që e prisnin çdo ditë në shkollën ku punonte, të cilët gjithmonë i ka konsideruar si fëmijët e saj. I duhet gjithë fëmijët. Nuk ka rëndësi kiti ose une nxënësit e mi sot bi qona për ca raste i kam. Sepse mësuesit i bin, të vjen fëmijë pa prind, të vjen fëmijë pa nanë, të vjen fëmijë me nevoja të veçanta. Atëherë na kemi punu vetë. Përsërit, 5-6 herë përsërit, atëherë ish një farë sistemi pak si ndryshe. Nuk dinte me lexu, nuk përsërite. Edhe po vjen një nxënës, po thonë, ka përsërit 4 herë, mos e merre. Unë e qova, thash, unë e do ta marr. Po kjo mirë bre, unë e marr, thash, mëskin. Po shumë problem, s'ka rëndësi. E mora dhe ai po thot, a mu mora, shumë jam sherr. Thash, s'ka rëndësi, unë e po du shumë. Edhe shkruaj emrin e mbi emrit nxënësit, e bëj kryetar klase. Ja shenova emrin, s'po emnoj, tash s'ka dert. Edhe thash, prej sot ti e kryetari klases. Tha, mos ki dert, unë i rehi hiq ti këqyri. Jo, thash, unë e di që nuk i re, prandaj po të bëj, ti je shumë i mirë, veç nuk e di pse. Përbes, kam mësu shkrim lexim, është bon nxënës i mirë, e ka gjetë vetën jetë, më ka ndalë në rrugë, mësu se ti e ajo që mu ma ki zbardh jetën. Sepse dha i kishë qenë pa nanë, me njerëk, pastaj më tregonte si ka fjetë për jashta shumë herë, se ka pas ditë, nuk i kom ditë të gjitha me një herë, po veç ajo qasja e parë, ka mjaftu. Këto janë detaljet vogla, të vjen fëmijë pa prind. Qa don ti tash? Ti je prindi, ti je mësuesi, ti je zoti për fëmijët. Edhe kam pas nxënësin që nuk e ka pas babën. Babën e nanën. Edhe s'mujsha mi përmend aq prind kur shpjegojsha. Në një moment ai tha, valla mësuese, tha, babi jem ka lujt tenis shumë mirë, tha, edhe unë du mu bo teniser. Bravo, ta marrën emnin e mbi emnin e nxënësit, edhe thëmë, Nol Zeka du me përmend se ai e din, do të bëhet teniser si babi vetë. Aq
sjerdh një forcë e fëmis, se dha i hyni në rjedhën e prindve, të fëmive. Dhe unë e kom qenë shumë e lumtur që ai u shliru një fek një farankthi, një farë shlirimi u boj barabart me të tjerët. Një ndër rastet, ka shumë raste. Po t'i sheh me i pa fëmit nxans e realizum, nuk e di sa ka kënaqësi më të madhe për një mësues. Nuk ka profesion që nuk gjendesh kudo që t'jesh që ka me